Dijeni se Allahu është shoqëruesi juaj. Allahu xhallahu ala është me ju kudo që të jeni. Andaj atje o vëllezërit e mi në Evropë dhe në Amerikë, ku nuk ju sheh baba dhe nana, ku nuk ju sheh gruaja dhe fëmijët, ku nuk ju sheh vëllau dhe motra, dije se të sheh madhnia e Allahu te bareke ve teala. Allahun te bareke ve teala falenderojmë, atë xhallahu ala nderojmë për Allahun subhanahu wa taala në sejdë dhe në rukubim. E falenderoj Allahun subhanahu wa taala ashtu siç e falenderoj ai veten e tij ditën kur e krijoi qiellin dhe tokën dhe tha: Elhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda. Falënderimet i takojnë Allahut i cili krijoi tokën dhe qiejt. E falenderojmë Allahun xhallahu ala në fillim, e falenderojmë Allahun xhallahu ala në mbarim. Allahu është pronari falemderimeve dhe hamdeve në qiell dhe në tokë, la ilaha illallah. Paqja dhe mëshira Allahu xhallahu ala të gjitha qofshin për zotëriun ton, mikun ton të dashur, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Lagni gjuhët e juaja vllazë me salat dhe selam me sa herë që të përmendet emri Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahu xhallahu ala siç na ka bashkuar në hijen e kësaj xhamie në një ditë për ditëve të Zotit xhallahu ala, ditën e xumë. Allahu xhallahu ala të na bashkon në hijen e arshit të tij, ditën kur nuk ka hije tjetër pos hije sa arshit të Allahu te bareke ve teala. O ju robër të Allahut, realisht sa e bukur është ajo ditë kur nana digjon se djali i saj e ka pre biletën për të ardhur në vendlinjen e tij. Nana realisht është me zgëzimi që do të vjen djali dhe mes mbëzditis të asaj dite kur do të ikën djali. Sa e bukur o ju vëllezërit e mi kur përshëndetësini prej nesh shkojmë në stacion apo në aeroport dhe i presim dashamirët dhe familjarët tonë të vinë, por ja që ditët e numruara shkojnë shpejt. Allahu xhallahu ala kur flitte për Ramazani thonte ayyaman ma'dudat, ata janë ditë të numruara për të na lehtësuar Zoti xhallahu ala se ditët e numruara shkojnë shpejt. O ju vëllezërit e mi, momenti ndarjes dhe i përcjelljes në realitet nuk është vetëm ai si momenti i pikëllimit, nga se largohet i dashuri prej të dashurit dhe ngjashme si ajo. Por një prej momenteve më pikëlluese o ju vëllezërit e mi është se ndoshta ajo ndarje është edhe ndarja e fundit në jetën e kësaj dunjaje. Pra, nuk e dim vitin tjetër kur do të vim, a do t'i gjejmë përsëri gjallë për prindërit tonë, a do t'i gjejmë gjallë përsëri dashamirët dhe miqtë tonë apo jo. Dhe kjo ndjenjë o ju vllazën, realisht është ndjenjë normale. Këtë ndjenjë kishte edhe vetë pejgamberi Zoti sallallahu alaihi wasallam. Andaj në një ditë prej ditëve, pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, derisa ishte duke ecur në periferi të Medines për ta përcjell Muadh ibn Jabelin, një prej shokëve të tij, për në gurbet në Yemen, ai alayhi salatu wassalam e përcolli atë deri në periferi të Medines. Pra thon o ju vëllezër në zemanin ton deri në aeroport. Dhe e çuditshmja dhe e bukura ishte se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mbante kërpeshin e deves, kurse Muadh ibn Jabeli ishte i hypur në të. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Muadhit radhiyallahu anhu: ja Muadh, فلعلك لا تلقاني بعد عامي هذا يا معاذ فلعلك تمر بقبري ومسجدي. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: o Muadh, ndoshta ma nuk do të më takosh pas këtij viti. Dhe këtu filloi të qan Muadhi radhiyallahu anhu, se e kuptoi se ishte një isharet për Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se ky është takimi i fundit mes mikut edhe mikut, mes dashamirit dhe dashamirit, mes shokut edhe shokut, mes imamit edhe xhamatit, mes takimit të fundit mes një xhamatliu apo sahabiu me fytyrën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O Muadh, ndoshta do të jenë dita që do të kalosh pranë varrit edhe xhamisë time sallallahu alaihi wasallam. Filloi të qenë Muadhi dhe nuk e ndalte shikimin duke kthy pas derisa e humbi në horizont pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam. Dhe për mësimeve dhe këshillave dhe porosive që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja dha Muadhit,
Dhe në realitet këtë këshill po vala vëllau juve, ju vëllezërit e mi që do të ndahemi ndoshta pas kësaj xumaje dhe nuk e di ma do të takohemi pas një viti në këtë xuma përsëri. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ya Muadh, ittaqillaha haythu ma kunt." O Muadh, o djalosh, o vëllahu im, o shoku im, kije frikë Allahun kudo që të jesh, nga se ai Allah i cili është në Dibër dhe në trojet tona shqiptare, është po ai Allah edhe në Evropë edhe në Amerikë. Andaj le të përcjellën çdo herë o vëllahu im shikimi dhe mbikëqyrja Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu xhelle xhelal në librin e tij: "Wa huwa ma'akum Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum." Dijeni se Allahu është shoqëruesi juaj. Allahu xhelle wala është me ju kudo që të jeni. Andaj atje o vëllezërit e mi në Evropë dhe në Amerikë, ku nuk ju sheh baba dhe nëna, ku nuk ju sheh gruaja dhe fëmijët, ku nuk ju sheh vëllahu dhe motra, dije se të sheh madhnia e Allahu te bareke ve teala. E në qoftë se robi nuk turpërohet për shikimit të madhnisë të Allahut, unë nuk e di se për kuj duhet të turpërohet. Idha khalawta yawman bi ribatin fala taqul anni khalawt, walakin qul alayya raqibu. Kur do të mbetesh i vetmuar me një mëkat dhe një dyshim, mos thuaj kam mbeti i vetmuar, por thuaj se mbi mua është shikimi Allahu xhelle xhelalu. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha Gjibrilit alayhi salatu wassalam: "En ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak." Adhuroj Allahun sikur je duke e pa, se edhe në qoftë se ty nuk e shohish Allahun, Allahu te bareke ve teala të sheh ty. Andaj porosia ime e parë ju vëllezërit e mi është madhnia e Allahut. Mos e harrojmë Allahun, ta marrim me vete imani dhe besimin në Zotin subhanahu wa taala. Mos e harrojmë hakun e Allahut, xhamia te krijuesit. O ju robër të Allahut, o ju vëllezërit e mi, thuhet se para 30 viteve në Gjermani ka pas vetëm 17 xhamia. Sot ka dikun te 2800 xhamia, Allahu akbar, në çdo cepër të Gjermanisë, e të Zvicrës, e të Austrisë, e të New Yorkut, e të qyteteve tjera. Elhamdulillah ka xhamia. Andaj mos e harroni hisen e Zotit xhallahu ala, ndaj jush që e ka, e që është haku më i madh, sejdë dhe rukuja para Allahun xhallahu ala. Në anën tjetër o ju vëllezërit e mi, jetuam sa jetuam brenda këtyre ditëve. Qyteti o ju vëllezërit e mi i ngushtë, ndoshta edhe nuk ka parkingje të duhura. Andaj ndodhte ndonjëherë që unë i kam bërë padrejsi Kojshiut, Kojshiu më ka bërë padrejsi mua. I drejtohem edhe Kojshive të xhamisë, ndoshta me xhamat të tepërt, me maqina të cilët vinë djelmoshat e ri dhe nuk i parkirin siç duhet. O ju vëllezërit e mi, ajo që kërkohet në ndarjen e fundit është halalloku që ç'a bëjmë njëri tjetrit. Na i bëni halal aty ku kemi gabu, jemi njerëz edhe ne po bëjmë halal juve. O ju vëllezërit e mi, disa ditë para se të ndron jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi Allahut kush ishte dhe kush ishte në mekamin dhe pozitën e tij, hipi në hutbe. Në këtë hutbe të ngjashme si kjo, para shokëve të tij në mesin e tyre Abu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu, Ebu Hurajra, Abdullah ibn Omeri dhe të tjerët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "O ju njerëz, kujt i kam bë padrejti në trupin e tij, ja ku është trupi im, ejani sot dhe merrni haku në trupin tim. O ju vllazën, kujt i kam bë padrejti në pasurinë e tij, ja ku është pasuria Muhamedit, familjes së Muhamedit, ejani sot që të shpërlaj borxhet me ju." O ju vëllezër, në atë gjendje të rëndë të vështirë, që sahabët e kuptuan se kjo është një shenjë dhe një alamet se do ndron jetë pejgamberi Allahut, pra ai është duke i thënë fjalët sikur janë fjalët e fundit. Dikush prej sahabëve në mexhlis i tha: "Mua ja Rasulullah." Atëherë Aliu radiallahu anhu tha: "Wallahi mbaj dorën tek shpata, vetëm që ta ekzekutoj atë njeri që dëshiron të merr hak Muhamedit para gjithë syve të sahabëve." Tha: "Mua ja Rasulullah." Tha: "Hajde, ec hyp këtu në hutbe." Dhe tha: "Ja Rasulullah, në njërën prej luftrave derisa ishe duke i rreshtu safet, më rajnë me shpatullave. Dhe unë dëshiroj sot që të ta marr hakun ty në shpatullat e tua alayhi salatu wassalam."
Dhe ja pejgamberi Allahut, me thjeshtësinë e tij, me modestinë e tij, e ha pjesën e shpatullave që t'i jep shansë këtij sahabiju që të merr hak prej trupit të shenjtë të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kur ja ai e puthi në shpatulla pejgamberin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe tha ja Rasulullah, dëshiroj që takimi im me ty i fundit të jetë buzët e mia ta puthin shpatullën edhe ballin ton sallallahu alaihi wasallam. Madhështoria dhe e bukura pra është ju vëllezërit e mi. Sa i alayhi salatu wasallam deshe të pastrohet prej obligime dhe borxhe që i ka kashi njerëzve, se haku para Allahu xhallahu ala është i madh. Andaj ju vëllezërit e mi, bëhuni halal me njëri tjetrin, përshëndetu me njëri tjetrin, dashurojeni, lumturojeni njëri tjetrin, se pa shamadhërinë e Allahut nuk e dim a do të atakojmë edhe njëri tjetrin vjet, njëri tjetrin në vitin që vjen. Ju e dini që para 6 muaj na shkoi njëri pe shokëve tanë të ngushtë, i cili për çdo xhuma uleste aty në mesin e xhamisë. Shumë prej familjarëve të tij erdhën si mje dhe nuk e gjetën djaloshin e 40 viteve. Dhe para 2 javëve na shkoi një djalosh i 20 viteve, pra nuk e dim o vëllezërit e mi. A do të atakojmë edhe njëri tjetrin? Allahu ju ruaj dhe ju mëshiroft. Dhe qofshin emanet Allahut ju, pasuria juaj, familja juaj, feja juaj. Amin ya rabbal alamin. Tash është një moment shumë i rëndë dhe i vështirë, se dhe unë kom qenë kurbeçar sikur ju. 17 vite kom përcjell nanën. Mendoj se hera e di do të jetë më e lehtë se e para. Hera e 10 do të jetë më e lehtë se hera e parë. Hera 17 më e lehtë se jo. Çdo herë kur fëmia ndahet prej nanës, është si me u dap. Si me të da një pjesë e copës të zemrës. Ndjenja jonë, po ndjenja e nanës, ende se kemi përjetu. Dhe realisht ne si burra nuk do ta përjetojmë asnjëherë, parasysh se zemrën e nanës nuk e di vetëm madhnia e Allahut te bareke ve teala, sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahaba, mendoni që kjo nan e gjuan fëmijën e saj në zjarr, than jo ja Rasulullah, tha Allahu është më i mëshirshëm për robët e tij se sa nëna për fëmijën e tij. Andaj ju vëllezërit e mi gurbeçar, mos e harroni hakun e madh të prindërve, bëni ju telefon atyre, kontaktoni me ata. O ju vëllezërit e mi, le të dëgjojnë prindërit e juaj për ju çdo fjalën më të mirë. Dërgoni ju atyre të holla, edhe në qoftë se je milioner, prindi ka gëzohet kur fëmia i dërgon diçka. Allahu thot në Kur'an, yes'alunaka madha yunfiqun, kul ma anfaqtu min khairin falil walidain. Në qoftë se të pyesin ata ku ta shpenzojnë pasurinë më të mirë që shpenzoni për nanën dhe për babën. Po ju vëllezërit e mi, pasurinë më të mirë që shpenzoni për nanën edhe për babën, ata në realitet nuk gëzohen me atë $50 apo 50 eurën e juaj, sa gëzohen djali e pas ka gjendje mirë ekonomike, shko ka fillu të nabije. Për këtë arsye gëzoni prindërit e juaj, bëni lutje dhe duaja për ata, merrni hallallahun e tyre, thoni ju atyre vazhdimisht, bëni dua për ne, se vallahi billahi ndoshta edhe unë sot jem bereqeti asaj nane, ati babe, apo ati gjyshi, asaj gjyshe që kanë bërë dua natën, që Allahu xhallahu ala na i ruan në fenë dhe emanetin. O ju robër të Allahut, pra e lusë Allahu xhallahu ala me emrat e bukur si të larta që Zoti xhallahu ala t'ju ruan. Në fund, shkurtimisht ju vëllezërit e mi, gurbeti është sprovë, për sprovë të kësaj dunjaje. Allahu te bareke ve teala thotë laqad khalaqna al-insana fi kabad. Ne kemi krijuar njeriu në vujtje të një pasnjëshme. Së ndali pe sistemit të Allahut. Nuk mund të themi se shkoj diku për një jetë më të mirë. Jetën më të mirë e di vetëm Allahu. Atje shkon njeriu e godet Allahu me një sprovë, me një kancer, ja ku prishet jeta e mirë. Pra gurbeti është sprovë të kësaj dunjaje. Andaj rujuni ju vëllezërit e mi, për sistemeve europiane dhe amerike që jenë të ndërlidhura me sistemin bankar kamator, për rujuni pej kamatës, mos i shpallni luftë Allahut, rujuni pej vetmis në gurbet, se vetmia shkatron njeriu, rujuni pej alkooli dhe bigjozit, dhe ruajuni pej shoqërive të këqija pa besimtare dhe qafire, të cilët o ju vëllezërit e mi dëshirojnë të na qertërsojnë, pa të mos jemi ata që dëshirojnë të jemi me emrin Abdullah, me emrin Ismail, me emrin Ibrahim, për dëshirojmë që edhe emrat tonë që përngjajnë emrave të tyre. Zoti ju rujt, Zoti ju mëshiroft. Sot realisht vendosa që xhumaja mos kalon më shumë se 7 minuta, për shkak të nxehtit të madh, po ma bëni Allah dhe ju mua, se hoxhallarët janë të këtill. E marrshi mikrofonin, nuk din ta lishojnë atë. Allah ju rujt ju vllazën. Allahu ju mëshiroj kudo që të jeni ya rabbal alamin. Edhe një po them qofshin emanet Allah ju, familja juaj, pasuria juaj, shëndeti juaj, fëmijët e juaj, gratë e juaja, prindërit e juaj, pasuria juaj dhe mbi të gjitha si shpeja dhe imani ju ya rabbal alamin.